Faleminderit shoku kryetar. Unë shpresoj mos a kem 1 minutë prapë. Jo, se kem 1 minutë. Ti do të fal. Do të kërkoja mirë kuptimin e kolegëve që në orën 13:45 ne të jemi po prapë në një aktivitet të komisionit tonë në jashtë ambienteve të kuvendit. Ky kufizim është. Fjala është për ju. Faleminderit që mas ngrënës mjaltit që keni mëlsur dhe keni ndryshuar qëndrim dhe në komision, ishe se herë të mbledhja parë, por kaloj. Nderuar zoti ministër, faleminderit se jeni dhe i ri këtu komision si shtatë e keni për herë të parë. Edhe unë bëj përgjigje si për pyetje si për herë të parë. Se LBT dhe s'marrin vesh nga kultura, me fshatarët e shëlqimit. Ora pyetje kam, tani më tërhoqi vëmendje se këto tjerët i thau erti do t'i thotë dhe Gendi për i kanë thënë kolegë dhe për të këto klikimet. Po, tu e kam halën, tani në solli klikime, thati, shumë mirë. Dhe edhe Shqipëria u klikua, tani njësë, për jore, thate ministre, konfirmoj ministre, për klikime. Du të di, më dhënë se pa tjetës edhe për këtë bëjmë referense që ngrihet opinioni përveç se të lutëm, ke klikimet jemi. Po, te klikimet. Njësia Mace ka qenë para, pas, apo gjatë koncertit, kur është klikur më shumë Shqipëria? Pra, kur ka qenë njësia Mace dhe kur ka qenë e fundit ajo dyshe meja, edhe pastaj fillon klikimet që u vërshun, tak, gjithë klikimet dhe ne sot 115 herë dhe 1%, si puna gruri. Unë e patronazhistëve, sikur kanë kliko patronazhistë, do të aty e ka hallin. Jo, ora nuk ndërhyni ju, se s'keni aq fuqi, po them, me që o erdi tha avionët u mush, kishte 3 ditë radhë apritit. Po pra. Edhe unë po them në kam teknikime tash, se na është mush interneti s'po zhbllokojmë dot. Tani një kjo. E dyta, ora dëgjova se këto ndërkombëtarët unë si dëgjoj shumë, po e dëgjoj dhe juve që thotë ka problem bileta dhe do të financoni. Po tani sipas parashikimit nuk ishin shit gjithë biletat. Tani me që hyri shteti me urgjencë, do të thotë që i ka marrë shteti këto biletat, se aty ishin plot me njerëz. Ishe me njerëz atje, po se thatë që ishe evenimenti tumllas. Okej. Tani kur këto bileta nuk u shitet, na dorën të njerëzit. Nga qatë të dështonë? Ore të shpu kamu me dy unë do të pysë ministri. Aty do dalë, me që dolet e partia ti. Dalet, durot e shi, durot. O, zoti ministri... Jo të lutëm ta marrë se e ka thellë pyetjen. Se shoku Ulsiu e ka me kovë. Edhe thaj që ne nuk në le partia. Tani... Kjo ministria ishi vetëm e partisë socialiste, se nga trova është po e gjithë Shqipërisë. Çfarë përvojsoni ju? Se nëse nes na ka lënë partia, do të thotë që ju keni çurtë te partia jonë sa bileta, edhe ne partia s'na lanë e grisi buletat. Me që na tha Ulsiu, që s'na la partia. Tani kjo ministria ju ka sjellë ca buleta për ne, apo ish vetëm për Partinë Socialiste? Ha? Tjetër për jo. Ta marroje për ta marrë. Ta marroj s'ka marrur. Ta marroj pyetjet. Kjo ishte pyetja e dytë. Se më the ti gjatë fjalës nuk y la partia. O tak partinë ka marrë. Po jo ti qefe ke pas me shku në koncert tani. Thuje edhe kot. Dale pra. Tani ky ishte kaq i mirë ky këngëtari sa unë e njova vetëm kur do vinte në Shqipëri mas do merrte 4.3 milionë euro. Fshatar valla, tani jam çik euroskeptikun. Unë jam të luan zhegu akoma. A shu kam qefën. Ti e emancipur, kërceve rock and roll, vure bandan, ko këti ullësia dhe kërceve rupë si tupë që atje. E për se qëllojmë, ne du me def. Të ne du me pra me def. Këto biletat ishin vetëm për freshista? Jo? Po si unë damë, kriteri.
Ne dhamë ca lekë, se su bëllon bilet, atë hynë gjithë njerës, u hap porta, u hap deti, u hap si portin dy korrikë, se ne kemi atë eksodin e 10-ës, dy korrikut u hap si atëhere. Qa u ndodhi? Ku vajtë këto biletat? Se nuk e qëllojmë dot, ne ati nga lushe nuk dum vetëm, nësë për në vinë asi lekë nga ministria, pe ka ba muzeqare, 2 milion vjetra, kënojnë gjithë muzeqare. Ju 4.3 milion lekë i mori e i, që e qynë të? Euro. Që e qynë të këngtajnë? Kanye West. Pra, pyetja ime është dhe një tjetër. Të gjithë kjo proces. Tani, sa lekë i me gjune, atë për stadiumin si pyste shoku im, për të stadiumin, e soli vetë, keni me vete, po e kemi prap ne. Edhe e fundit fare, tani që i ku stadiumi ka i merak partia jonë, do jepen ato kullot e tjetë e vendi stadiumi, dhe bëjnë bukur me që e pastrum lagjen, thatë ju i bëm shërbimet gjitha. Faleminderit, zotë Ulsi, se